Edhe kësa në këtë pjesë të parë, munduan të flisnim pak për mizorit që i bëhen kafshëve të cilët kryesisht janë të pastrehuara, do mundohemi të flasim tani për kafshët shtëpiake. Shpeshherë ne nuk e kemi kulturë, nuk dim edhe se si ti trajtojmë kafshët që mbajmë në shtëpi. Nuk e di, a ju ka ndodhur dhe a keni parë raste të njerëzve cilët ju i keni miq, apo që vendosin të marrin një kafshë në shtëpinë e tyre dhe në fakt nuk din ta trajtojnë. Krista. Unë të gjithë miqve që më vjen fjala mua që do marrin një kafshë, në qoftë se dëgjoj që do e blejnë, nuk ndodh, ose nuk e marrin fare. Sigurisht që në fillim, siç edhe neve, pa çka se lexuam plot. Është shumë ndryshe ta kesh në shtëpi dhe është shumë ndryshe të informohesh ndërkohë që e ke në shtëpi. Patjetër që ndodh, nga miqtë e mi të paktën nuk e di që të ketë ndodhur asnjë rast deri më sot që mund ta kenë ristrehuar te një afërm i tyre, por në asnjë moment nuk ka ndodhur që ta braktisin. Që në fakt është diçka që ndodh tmerrsisht shumë rëndom. Sigurisht që ka pikpyetje në momentin që merr një kafshë të re shtëpiake në shtëpi, po ka pikpyetje edhe kur lind një bebe e vogël dhe nuk je i sigurt se si duhet të kujdesesh, por zgjidhja nuk është hajde ta marrim dhe ta nxjerrim nga shtëpia. Zgjidhja është e mora përsipër këtë jetën që tani po jeton me mua dhe hajde të gjejmë një zgjidhje të mirë që të kohabitojmë të dy bashkë. Olbona, nga çfarë ke parë nga eksperienca jote, duke qenë se edhe ti ke një ndihmë shumë të madhe, siç e thash që në nisje të programit tek kafshët të cilat janë të pastreha. Çfarë ndodh kryesisht? Cila është frika, ndoshta edhe braktisjeve që ndodh tek familjarët që vendosin ta marrin fillimisht një kafshë shtëpiake dhe më pas e braktisin ndoshta edhe nga ndjesia e përgjegjësisë dhe nuk munden më ta mbajnë. Piko, do të them diçka që do t'ju duket shumë e çuditshme. Unë bashkëjetoj me këtë frikën se çfarë do ndodhi me kafshët dhe kjo frika mua më ka bërë që në stren time sot kem 75 qen. 75? Po. Me gjithë ato që kam në shtëpi pastaj. A arrin të kujdesesh për ta, Albona? Ndjen shpesh herë atë merakun? Unë nuk ndjej më asnjë, vetëm ndjej vetëm merakun. Jam gjithë kohën, domethënë unë sot në orën 4 u nisa nga Tirana, nga Durrësi, më fal, po domethënë pak jam shpërngulur me shtëpi afër Strehës dhe kam lënë Durrësin fare dhe dita ime fillon aty dhe mbaron aty. Ti ke krijuar një streh enkas për ta? Vetëm për qenushët e braktisur, të smur, me probleme, kam qenush me 3 këmbë, kam qenush që nuk ecin fare, kam qenush që kam me leishmania, kam qenush që kanë krimba në zemër, kam qenush krimbin e zemrës, kam qenush të smur, kam dhe qenush të shëndetshëm. Ko të marrin nga përditshmëria jote, se sigurisht ju keni edhe aktivitetet tuaja. Gjithë ditën, nuk kam aktivitetet, unë kam braktisur çdo gjë. E di, njerëzit më shikojnë, bëj një jetë, po të them minimaliste, shumë, të themi të varfër, domethënë. Tani pyetja që unë jam e sigurt edhe publiku ka në këto momente, çfarë të lidhi kaq shumë me kafshët sa për t'ia dedikuar gjithë jetën tënde? Mua më ka lidhur me kafshët, askush ta besoj, gati para 10 vjetësh më ka lidhur një qen që ma helmuan. Edhe kam pasur një periudhë të keqe me punën, me këto pushimin nga puna. Domethënë unë dash dorëheqjen, po ishte pothuajse pushim, bëra kot, tash sikur dash dorëheqjen se gjoja. Nëse. Dhe kam kaluar disa ditë të tmerrshme dhe disa netë që dilja dhe ulesha në shkallët e pallatit tim. Dhe aty një qenushe ndacak që kishte gjetur, quhej Lordi, kishte gjetur strehim flente tek hyrja jon. Ishte i vetmi që më ka bërë shoqëri. Pastaj u lidha shumë me Lordin, doja ta merrja në shtëpi, nuk pranonte të hynte në shtëpi dhe ishim në ato, domethënë duke u përpjekur dhe një ditë bukur më thonë që hajde se ke Lordin smur, i mat, që nuk jeton në ndjes pas. Lordi ishte duke dhënë shpirt, e kishin helmuar. Dhe nga ai moment vendosa domethënë që unë nuk do lej më qen, të paktën ai sa ka mundësi të vuaj. Dhe kështu filloj dhe nuk dihet më pasaj, nuk shikon më, më mbyllet sytë. Sa lidhurje me gjithë kafshët që i strehon Jam shumë e lidhur ato, domethënë vetëm kur ju në streh pushojnë dhe mbillesisht një video ja dërgova një mikeshë time sot dhe në streh një qetësi e madhe, sepse kuptohet kemi vuajtur shumë që i kemi rregulluar një herë në bokse që duhet ky me këtë, ai me atë që të ruaj qetësinë dhe të kenë paqe. I thash, e beson që këtu janë 73 qenë, thash, brënda. Ajo Bona thash, një qetësi kështu absolute, dhe gjërim vetëm ta zdoj. Cilat momentet që të bëjnë më shumë, Bona?
Komentet. Kur e ndanë këtë... Kur i ndaj këto, komentet janë kështu zemra, kështu duar trokitje këto, bravo, je kështu, je ashtu, je kështu, komente ka shumë. Impresionohen edhe abitet dhe kuaj ndoshta edhe në kufitet çmendurisë që të mbash, çfarë thonë? Nuk jam në kufitet, nuk më quaj në kufitet çmendurisë, ai është kompliment, më qenë të çmendur. Ti ke lujt mendsh, më thonë. Po nuk ndalon dot, nuk e di, është si grop thithse. Nuk ndalon dot. Nuk ndalon dot. Ne përpiqemi, domethënë, sepse duhet i vëmë një kufi, kuptohet, nuk duhet marrim kohë sepse edhe për hir të cilësisë së jetës së qenushave. Unë sipërfaqen që e kam shumë të madhe të strehës, është 2000 metra katror, ata kanë një jetë pothuajse të mirë, domethënë kanë hapësira, se qeni do hapësirë. Çfarë i ka bërë familjet shqiptare, të rinj shqiptar, çdo kënd që të marrë një kafshë shtëpiake? Ne gjithmonë më shumë e thash pak më parë, kemi tendencën që të afrojmë afër vetes tonë një qen apo një macë dhe të kujdesemi për të. Çfarë ka ndryshuar mendoni në shoqërinë shqiptare dhe në një farë forme mund edhe të na ketë ndërgjegjësuar për t'i marrë, jo për t'i bler, po për t'i birësuar, për t'i marrë në rrugë shpeshherë për t'i strehuar? Edhe vetëmia, në shumë kuptime, se jemi bërë gjithmonë më vetëmitar dhe më antisocial dhe shumë online, krahasuar me dikur që rinë në lagje, po nëse do të rregoja rastin tim për të ndihmuar ndoshta edhe persona që mund të kenë të njëjtën problematik, unë pak a shumë në moshën 25 vjeçare pata një moment vështirë që unë e quaj depresion, megjithëse klinikisht nuk quaj ashtu. Dhe sugjerimi kryesor që mu dha nga psikologu ishte që të merja një kafshë shtëpiake, një qenë nëse i doja. Dhe në fakt unë i doja se isha arritur me qenën e gjyshes, që nuk jetonte me ne, po që e vizitoja shpesh. Kështu që ja sugjeroj realisht të gjithë njerëzve të cilët kanë zhgënjime nga miqtë e tyre, zhgënjime nga jeta, momentet vështira, që të marrë një kafshë shtëpiake, sepse ata adhurojnë një dashuri që nuk të adhuron dot askush. Përveç njerëzve të shtëpisë. Se është pak kompromis. Se shpesh edhe me njerëz të shtëpisë, fatkeqësisht kemi gjetur edhe histori që kanë kompromis. Kjo është 120% për qenin, për masën jam të 99% që se kupton, përvo mos t'japësh konservë. Ajo do thash, edhe filloni nëse ishte marrin kafshë shtëpiake ndoshta edhe për të qenë trendi edhe për të... Ja, është Kjo është një pjesë arsyes pse përfundojnë në rrugë gjithë. Ajo është ne tek analizat dhe filtrimi që bëjmë, domethënë këto absolutisht skarcohen. Pjesë arsyes që jam dakord me bonën të kjo, se harrove ta thoshe, po është ideja që kur strehat japin një kafshë për adoptim, ose kur unë kam qenë në klinik, kam masë në klinik vazhdimisht që jap për adoptim, është gjithmonë kjo që ti e që ke kufizuar, sepse kjo ka 75 qenë. Unë ka pas një moment që kam pas 900 rrugë e merë në klinik. Automatikisht ti ndihesh në nevojë që ti japësh për adoptim. I jep, se s'ke qa bën. I bën pyetje, ajsa i bën pyetje banka për të marrë kredi. Ja bën gjitha. Mos a koke, sepse janë pyetje cilët duhen bërë. Në fund e jep, mundohesh të gjesh në ime mirëbesim, në një që është miku në i miku, kështu. Dhe prapse për shembull, unë para 2 ditësh zbulova që një macë e cilën unë isha kujdes nga mosha 2 ditëshe deri 5 muajshe, pastaj e solli zotëria dhe për ta sterilizuar, shumë okay çdo gjë. Ma kishte lënë një lokale, tash e pash në për faqet Instagramit për adoptim. Ndërkohë që unë ja thash. Po, nëse sepse është macë, në një moment mund të kemi kështu. Unë kam gjanë në shtëpi shumë mace të cilat automatikisht nuk janë gjitha të mijat, po ca kanë dhe 5 vjetë që janë me mu, nuk e ditë të kujt janë. Po, nuk janë të vetës tyre. Kjo është ideja, që është pak e vështirë. është pak e vështirë që të selektosh atë personin cili... Mendon se vërtet mund jetë personi i duhur. Shumë e vështirë të mos gabosh. Shpesh herë nuk ta mush mejen edhe të del shumë i saktë. Nga ana tjetër, pastaj është kjo pjesa që shumica prej nesh mundohemi për shembull, unë mundohem që ato kafshë që janë vërtet në nevojë, për shembull kafshë të cilët kanë kaluar leishmaniozën. Në Shqipëri nuk ta merr njeri leishmaniozën. Që me qira fjala është pranverë, përdorni antiparazitarët. Ju lutem, me qira fjala kush na ngjon që ka qenë mace, çat ketë kavje, lepuj, antiparazitar dhe mundësisht ato kollaret kundër mushkonjave, sepse nuk të fal leishmanioza. Dhe nuk hiqet në momentin që përhapet e njeriu, përhapet në çdo kafshë.
jam pjesë e një studimi që ka kaluar në surikata, mirkac, uqër, qatë dushti gjitha specit, janë diku të 36 specie, që nuk shpëton asnjëri. Që sa më shumë antiparazitare, sa më shumë ato kollare që të jetojmë të lumtur gjitha palët. Janë të informuar shqiptarët? Jo, nuk janë. Dëshirën për të kujdesur nga ana shëndetësore? Jo, nuk janë të informuar, po dëshirën nuk e kanë. Zorë se i sterilizojnë, zorë se i vaksinojnë, jo... Të themi një gjë, kur ka marrë unë qenë, ka qenë vetëm një veteriner në Tiranë, Gjimi, vetëm një. Sot ka pafund dhe djemt kanë bërë një super spital, pra të regon që investohet e këqend, dhe nuk mund të themi që njerëzit... Ka filluar që... Mendoj që e din ata që kanë një kafsh në shtëpi, do me thonë mund të kenë deri diku informacion. Jo, po e ka fjallë, deri diku gjithsesi. Mendoj që nuk e bëj rregullisht. Jo, nuk e mendoj. I duket shumë, që ti thua që sjellin matën çdo muaj për të bërë antiparazitare misionuar, i duket shumë. Kam intervistuar njerëz që i kanë dhe janë njerëz smuret, e ke fajin ti. Eager to learn, si me thënë, kam dëshirë të mësojnë. Ose se sjellin fare për mikim. Para se të kalojmë tek rasti i Luanëve, duke qenë se jemi ende tek kafshët nëpër kryeqytet, mënyra se si menaxhohet, ka edhe raste kur nuk dinë se si të frenojnë një pitbull në mënyrën se si bëjnë xhiro, no? Dhe këtu ne kemi patur para pak rastesh edhe një sulm që ka ardhur nga një pitbull që është bërë viral edhe në rrjetet sociale. Dimne në këtë aspekt vendosim ato kujdesin? Gjyshe ime, ndjes pas, po tani e mbandaja, ka pitbull, do me thë dhe e ka super të dashur, super të mirë. Nuk ka fajnë në mirë qeni, e ka fajnë që të pronari. Pitbulli më është i qetë, është i dashur dhe më pas... Tani që se ti qeni të tua se nësë temi askape, themi skape, që të thua skape këtë kafshoja, të sigur që qeni është si fëmijë. Të gjithë qenë zihen, sulmojnë, kafshojnë, po... Në me të nuk është në i gjithë pitbulli, se ne jemi vënd pitbullit. Por pitbulli është më vrasësi të vret, thonë. Me gjitha ata, personalisht unë i dua shumë pitbullet. Unë jam, do me thënë, kundër asaj që pitbulli është qeni keq, nuk kam pitbull në stre, kuptohet, i mbaj në kontrol. Një edukat për gjithë e cilin që vendosë... Për çdo qenë që mban duhet këtë edukat, jo vetëm për pitbullin, patjetër. Nuk ka racat të këshia. Por mua, në qëfë se unë punoj 2 metor, nuk kam kohë të mere me një pitbull i cili ka një nivel energjie, nuk ka pomeraniani të njëtë nivel energjie me pitbullin dhe me Belgian Malinois, ose Huskin. Ti të shi merë një Huskin, për shumë mirë që anë the, ti merë një qenë i cili genetikisht është për të tërrej slitën. Dhe man në apartament 1+1, edhe thua, se ma prishi divanin, se ma kafshon... Ne, se vapë është diskutim të edhe, zdo të kesh fare Huskin. Ashtë egoizëm edhe kjo pra fakti që ne vendosim t'ja ndalojmë atë hapësirën e vetë, vendosim një limit... Egoizëm është sepse ne nuk e studiojmë mirë dhe nuk bashketojmë. Ne nuk bashketojmë. Nuk bashketojmë do të me një qeni cili ne jemi 2 metorë në punë, sepse jemi 2 metorë në punë, nuk është e turbi madhë, punojmë. Dhe ti të mbash një Husky në apartament, vetëm s'po e more 13 vjeç. Çfarë i shtyn qytetarët cilët vendosin të kenë një ratë saktuar e cila nuk mund të rri brenda mureve të shtëpisë, apo edhe në rastin e Luanit. Trendi dhe mungesa informacion. Eksakt. E Fierit. Trendi dhe mungesa informacioni. Sepse të gjitha janë binë 120 ratë sa qensh, në mos gabojmë, 300 të cilat kanë lindur pikërisht sepse njeriu i ka përshtatur me stilin e vetë jetesës. Pra kemi lap dog që i kanë bajtur këto mbretëresha, rinë vetëm në borin mbretëror dhe në kollpuqe. Kemi qenë pune, se janë të ndarë dhe me kategori. Kemi dhe qenë e luftës, po themi, që janë pitbullët, rottweilerat, dobermanët, që ata kërkojnë, do të janë disi më të vështirë për t'i trajnuar, sepse duhet që t'i socializosh kur janë të vegjël, që të mësohen me njerëzit, sepse janë shumë protektiv si natyra dhe agresiv, dhe të mos i thuash këto të merret që i themi në kape shqyje, ku du të pajtonë. Se për mene qenë të punës, po qenë, do më thënë, kategoria e dobermanit, rottweilerit dhe pitbullit është qenë pune. është generator me 4 këmbë. është, do më thënë, atë du të mendojnë gjithë. Unë kam kliente të cilat më thonë, kam marrë këtë rottweilerin se unë kalojnë rrugë dhe më ngacmojnë qunat. E kam gjuhë dhe këtë. Edhe jam kështu tipit për të ngacmu qunat. Gjithë botën merë këto si raca për vetë mbrojtje. S'kem se merë një qenë qafë, merë një taser, është dhe më i lirë. Me këtë mënyrë. Mos jetë kjo arsye. E kam gjithë disa herë dhe i them, merë një taser për 300.000 lekë.
është çiki jashtëlishëm, nëse, po 300.000 lekë, e kupton. Mos merr në qafë një qen, i cili ti nuk do japësh atë nivelin nuk do kujdesesh dot për një Rottweiler, nëse arsye do të në këtë drejtim, duhet të ketë ne tham pak më parë që ka një mungesë informacioni, mungesë të edukatës së qytetarëve të cilët duan të mbajnë kafshë shtëpiake, por nga ana tjetër nuk dinë se si të sillen me ta, edhe duke i privuar nga lirit, ndoshta nga i kujdesi që realisht i duhet edhe nga ana shëndetësore që mungon në këtë rast. Ku duhet përqendrohemi, ndoshta edhe për dënë mesazhe, duke qenë se jemi në minutat. Shikon, kam bërë disa formate në YouTube kryesisht, por kam bërë dhe në radio televizionin shqiptar formate informuese që i dedikoheshin sidomos fëmijëve në lidhje me kafshët shtëpiake. Së pari ne duhet të llogarisim bërjen pjesë të një kafshë shtëpiake në jetën tonë me të njëjtën përgjegjësi siç do të mendojmë për një fëmijë që do të sjellim në jetë. Sepse është në fakt një njëjta përgjegjësi dhe i njëjti angazhim në një kuptim. Kështu që njerëzit informohen sa më shumë rreth racave që i përshtaten stilit tyre të jetesës, të mos marrin një kafshë shtëpiake, nëse nuk kanë kohë t'i dedikohen, siç po thoshim më parë, pra nëse ti punon 12 orë dhe lë vetëm në shtëpi, sigurisht që ai nuk do të jetë një kafshë e lumtur. Pa çka që ti mund ta ushqesh mirë, ti ja bësh vaksinat e të gjitha me radhë. Ti nxjerrin ti shëtisin, sepse ajo ndihmon edhe psikologjikisht qenë që të mos kenë depresion, të mos jenë agresiv, të jenë më të qetë dhe më të shëndetshëm. Edhe kaq do thosha unë të paktën që t'informohen. Sa për këtë trendin që kemi me majmunët, me pitonët, me luanët, duke qenë që fatmirësisht ose fatkeqësisht më ka rënë të punoj shumë këto 9 vitet e fundit, sidomos me këtë lloj kategori. Çfarë do të punosh shumë me këtë lloj kategori? Unë jam ekspert europian për kafshët e kopës zoologjike dhe egzotike. Pra, mua më kanë rënë në dorë mbi 45 luan, qoftë për rescue, qoftë për rehabilitation, qoftë luan të cilët... Nga Shqipëria? Në Shqipëri kam mbi 90 luan këtë moment, dhe kam thënë kaq herë nuk më besojnë, pastaj del një në Shkodër, një në Fier që kafshojnë. Ai rasti i Fierit janë në poroborët e njerëzve. Në oborët e njerëzve dhe në të ashtu quajtura kopshte zoologjike. Ka dhe në zonat redursit. Nuk është kopë zoologjik. Jo, mos flasim kot. Po çfarë është ai atëherë në shkollë? Po atë është pyetje për shtetin, nuk është për mua. Ku e dini ju keni bërë një kontroll prasësi? Atëherë ekziston një raportim tek Ministria e Mjedisit ku pa dyshim janë të faktuar gjysma këtij numri dhe patjetër që na dalin bështom ai i Fierit nuk ekzistonte në asnjë raport policie. Nuk ekzistonte asgjë. Nuk rezultonte. Të janë të faktuar çfarë do të thotë? Sepse nëse dihen që janë, pse nuk shkohet në këto shtëpi? Okej, po të kthej një, po e bëjmë ping-pong këtë. Ku do të qenë? Sepse Kopshti Zoologjik i Tiranës nuk ka më hapësirë. Kopshti Zoologjik i Tiranës për momentin çka ka strehuar. Po ka shoqata ndërkombëtare që i marrin shoqata ndërkombëtare janë të plota. Unë po të flas si brenda shtetit. Unë po të flas nuk jam më pjesë aktive e Forposit, po jam në kontakt direkt të përditshëm. Forpos International ka për momentin 300 luan në gjitha këto. Ku do të qenë? APO-ja është e plot. Ti kujton se vetëm ne e bëjmë? E bën Ukraina, e bën Serbia. Dhe të gjitha këto dyshohet që vinë nga ajo lloj rruge nëpërmjet Serbisë, asgjë nuk është e faktuar në 100%, por nëse ty të bëhet një raportim, u bën një raportim nga një gazetë holandeze para pak muajsh dhe dolën në të njëjtën shifër, 80-90. Çfarë do ndodhi nëse një prej këtyre, si ky i Fierit, vendos një ditë të bëjë vërtet atë xhiro në Lushnjë, siç deklaroi zotëria në polici. Vërtet në një ditë vërtet e shohim në rrugë në Lushnjë, çfarë do ndodhi? Sepse kapacitetet e policisë në Shqipëri dhe jo për arsye korruptive, sepse kemi kryer edhe trajnime unë bashkë me disa kolegë tek policia doganore dhe nuk kanë dieni të ligjit. Ekziston një ligj që ty nuk të lejon që ta importosh. Kemi hallka të dështuara, kemi shumë hallka të dështuara, por mbi të gjitha kemi tash një problem. Tash kemi se që këtu nis. Tu kemi një problem. Kemi një sasi majmunësh, shumë. Kemi një sasi felinësh shumë. Qindra? Jo qindra, jo. Dhjetra. Të çdo gjë që qëndron në dhjetra, jo qindra. Një thash, nuk e di çfarë. Patëm një rast të një majmuni i cili po shëtiste saukun për nga 3 muaj. Që rrafi dhe zonja në një shtëpi të moshuarish private. Imagjino të paguash lekë që të çosh prindin aty të rrafi majmuni është. Por këto nuk ndodhin sepse ka fajin zotria që ka majmunin. Zotria që ka majmunin ka të drejtën e vet të blejë diçka nëse çdo gjë, çdo hallkë shtetit e lejon. Kemi njerëz të cilët reklamojnë në rrjetet sociale, po marrin që TikToku u mbyll. Po vazhdojnë një sekondë se do ta them këtë pjesë. Reklamojnë në rrjetet sociale që unë të sjell çdo lloj specie që do. Kemi pasur me policinë e shtetit personi i cili është përgatitur që të sjelli luan, ai thoshte unë ta sjell në mes të Tiranës.
E kapi skemën në fundit dhe... Jo, zotëria ishte me të aty. Okej? Ke njerëz të cilët kalojnë kufirin me tigra dhe luan. Ajo që më është që ne nuk kemi çfarë bëjmë edhe kur identifikojmë pra ku e dim. Po denoncimin mund ta bëjmë, Denoncimin mund ta bëjmë. Jam dakord që ta bëjmë denoncimin, por unë mendoj, opinioni imi, merrni tha, zhubravitën i hidheni plera. Unë mendoj që sikur të bënte shteti një kontroll nëpër këto pet shopet, të cilët nuk kanë asnjë kontroll mbi licencimin, s'kan licencë. Ti mund të hapësh pet shop, hapin dhe ne të 4-5. Dola aty ku doja. Pet shopet s'kan licencë. Hap pet shop i kush i bardh i verdh. Shet çdo lloj kafshë të doj. Gjithë papagajt që ke këtu vetëm 2 specie janë me leje. Gjithë të tjerat janë kontrabandë. Nëse ligji kontrabandës donte të zbatohej, me gjithë të gjoba, do ishin bërë shteti më i pasur në botë. Do ja kishin futur Zvicrës vetëm me gjobat e pet shopit. Nga gjërat që kemi për të folur, falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites për diskutuar këtë temë. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.